pse duhet ishte marrë një vendim lidhur me kërkesën e kryeministrit Rama në gjykatën kushtetuese për kompetencat e SPAK-ut dhe GKK-s, nëse kishin mundësi për të shkarkuar më saktë pezulluar Belinda Ballukun, ky vendim nuk është marrë ende. Për të folur mbi këtë, po themi, vonesë të gjykatës kushtetuese dhe çfarë e shtyn gjykatën kushtetuese që të mos ketë një vendim të tillë, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur Gylsen Zhlima. Zoti Zhlima, faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Zhlima, pse kjo vonesë e gjykatës kushtetuese për të marrë një vendim lidhur me kërkesën e zotit Rama për kompetencat po themi në rastin e zonjës Balluku, nëse SPAK-u dhe GKK-ja e ka kaluar kompetencat apo jo? Gjykata kushtetuese është interpretuesi i dispozitave të kushtetutës dhe si një gjykatë kushtetuese duhet kishte dhënë një vendimarrje sa më të shpejtë dhe brenda afateve ligjore. Por duke qenë se presioni mediatik, politik, juridik dhe ndërkombëtar është kaq shumë i madh, unë jam i mendimit që e gjithë kjo procedurë që është zvarritur do të përfundojë brenda javës së ardhshme. Arsyeja e përfundimit është sepse gjykata kushtetuese duhet të vinë në lartësinë e dur të dalë një vendimarrje duke bërë deklarimin e kompetencës dhe nuk ka se të bëjë një deklarim për sa i përket ndjekjes penale. Kjo është një gjë tjetër që nuk ka lidhje fare me kompetencën e kryeministrit në aspektin e qeverisjes së vendit. Pra, gjykata kushtetuese duke zvarritur procesin e dhënies së vendimit të saj, bën një lojë, do të thoja, politike në favor të pushtetit ekzekutiv, duke mos dalë me një vendim të qartë. Vonesat e treguara nuk kuptojnë qartazi presion, por nuk kuptojnë edhe sekret. Çfarë është sekreti? Sekreti është ai që ne themi shpesh herë, vendimarrja të jetë në raport në interesin e atyre që janë trupa gjykuese. Që do të thotë, në rast se ata do të marrin një vendimarrje e cila të i kalon interesat kombëtare, do të thotë që ata janë në shkelje të kushtetutës. Në rast se antarët e gjykatës kushtetuese do të marrin një vendimarrje e cila zbaton kushtetutën e vendit, s'ka pse të friksohen dhe s'ka pse të ketë një sekret apo një interes të ngushtë dhe në fund fare një zvarritje e cila nuk i shërben askujt dhe ajo që ata bëjnë është thjesht një zvarritje në kohë ku i shërben vetëm zotit Rama, i cili pret momentin më të thoja më interesant për te që të shfaqet viktim përsëri për rastin e zonjës Balluku. Pse them viktim? Sepse zoti Rama nuk ka pse të friksohet për rastin e gjykatës kushtetuese, sepse ai është kryeministër dhe ai në pikpamjen politike emëron dhe shkarkon ministrin. Ai thjesht duhet pres vendimarrjen e gjykatës kushtetuese lidhur me pezullimin nga detyra që është bërë me kërkesë të SPAK-ut drejtuar GKK-s, që ka bërë thjesht afërmendësh ne vendosim ashtu siç prokuroria kërkon. Por duke thënë shtruar ashtu siç duhet tek çdo qytetar shqiptar, duke marrë gjithmonë si referencë nenin 95 e vijus të kushtetutës, duhet keni parasysh që vetëm 2 momente procedurale politiko-juridike e ngarkojnë kryeministrin e vendit me përgjegjësi politike. Çfarë? Emërimi dhe shkarkimi i titullarit ministër gjithmonë me dekret të president të Republikës. Edhe pastaj miratim nga shumica parlamentare apo jo. Por ajo që unë dua të theksoj është kjo. Mos valle e gjithë kjo vonesë është një vonesë e cila kërkon që në të ardhmen dikush nga prokuroria e posaçme ka një dosje të gatshme që të bëjë një procedim penal ndaj funksionarëve të lartë shtetëror. Por edhe sikur të jemi në këto kushte, pse prokuroria posaçme vonon për të ushtruar ndjekjen penale për dosje të cilët ka rreth vetes, pra duke jetuar apo duke i mbajtur për të zvarritur dhe duke kryer presione të ndryshme. E gjithë kjo vonesë, për mendimin tim që ta konkludoj, është një vonesë e cila favorizon kryeministrin e vendit, por nga ana tjetër dëmton imazhin e SPAK-ut në aspektin e
politikbërjes, sepse SPAK-u, duke pezulluar një ndër funksionarët e qeverisë, bërë një lojë politike. Dhe loja politike, me presionin që mund të bëhet gjykatës kushtetuese, bëri që sot kemi një zvarritje të pajustifikuar, e cila zvarritje është në kurrizë të qytetarëve shqiptar që kuptojnë që reforma në drejtësi nuk ishte një arritje apo një sukses, por ishte thjesht një dështim për shkak të zvarritjes dhe frikës që sot kanë antarët e gjykatës kushtetuese. Prandaj, unë dua të pres javën e ardhshme, por jam i bindur që në rast se gjykata kushtetuese do të vinë në lartësinë e duhur, duhet të shpallë patjetër kompetencën e caktuar te kryeministri që ka të bëjë me emrimin dhe shkarkimin dhe duke të shfuqizuar pjesërisht vendimin e GJKK-s me pezullimin e zëvendës kryeministës nga detyra. Zoti Zhdima, çfarë ndodh nëse gjykata kushtetuese nuk merr një vendim dhe i adresohet te Komisioni i Venecias për të marrë një mendim lidhur me këtë ngërç kushtetues? Duhet kemi parasysh që në aspektin e ligjit material për sa i përket organizimit dhe funksionimit të gjykatës kushtetuese, për shkak se shqyrtimi gjyqësor është mbyllur, gjykata kushtetuese në rast se vjen në një vendimarrje të tillë, duhet të rikthej palët në seancën e duke i parashtruar palëve që unë si gjykatë kushtetuese do të i drejtohem një komisioni apo një gjykatë ndërkombëtare e cila mund t'i japi një opinion, po jo vendimarrje. Do të keni parasysh, gjykatat shqiptare kanë, do të themi atë që ne sovranitetin e brendshme të pjekurisë së tyre juridike për të menduar dhe për të dalë në vendimarrje. Por në aspektin e asaj që ne themi këshillimor të opinioneve apo të atyre që ne themi të së drejtës ndërkombëtare, e cila ka të bëjë me institucione të ndryshme në botë që japin opinione, kjo gjykat duhet të marrë palët përsëri në seancë dhe të thotë që unë po e riçel hetimin gjyqësor sepse kam konstatuar që mua më duhet edhe një opinion i specializuar nga një komision apo ndonjë gjykat apo ndonjë institucion tjetër ndërkombëtar të cilën në momentalisht nuk ka nevojë të përmendim, por e vërteta është që kjo do të jepte tek zoti Rama kohë të mjaftueshëm dhe tek zonja Balluku përsëri kohë të mjaftueshëm që të justifikohet përpara gjykatës së lartë për masën e ndalimit për të dalë jashtë shtetit, duke thënë që gjykata kushtetuese ende nuk ka dalë në një vendimarrje. Kjo nuk e nënvlerëson apo nuk e bën vendimarrjen e GJKK-s, por në aspektin politik i jep qytetarëve një mesazh negativ se një gjykatë e cila duhet të jetë patjetër e mirë specializuar lidhur me interpretimin e kushtetutës, kërkon kohë. Ky është një gabim fatal në rast se do të ndodh, por në rastin më të keq që ndodh, do të thotë që kemi të bëjmë me një gjykatë e cila duhet ishte e pavarur dhe pa anshme për të marrë një vendimarrje. Zoti Zhdima, duhet të pyes lidhur me një video të publikuar nga kryeministri zoti Rama të një zëvendës prokurori italian ku ai shpjegonte se duhet të ndryshojë kodi penale, sidomos lidhur me tok fjalshin dyshim i arsyeshëm, duke theksuar se në fakt gjyqtari nuk duhet qëndrojë vetëm tek kërkesa e prokurorit lidhur me masat e sigurisë, por gjyqtari duhet edhe t'i argumentoj se pse kjo masë sigurie duhet dhënë dhe pse masat e tjera të sigurisë nuk mund t'jepen. Pra duhet bëj edhe vlerësim gjyqtarit, mos qëndroj thjesht te kërkesa e prokurorisë lidhur me një masë sigurie. Mirë se erdhi zoti Rama në Republikën e Shqipërisë e prokurorëve ose Republikë Parlamentare Prokurorisë. Zoti Rama u kujtuar në 2026 lidhur me masat e sigurisë dhe paraburgimin. Do të keni parasysh që gjykatat shqiptare nga koha kur ka qenë shteti së drejtës në aspektin gjithmonë juridik, mund ta marrim të mirëqen nga 1929, supozojmë. Mos shkojmë atëherë kur themeluam si shtet, po nga 1929 kur kanë filluar edhe në kohën e Zogut edhe shumë
pushtete të ndryshme që kanë normuar të drejtën tonë të brendshme, sepse mos harroni ju faktin që sistemi politik ka ndryshuar pas 91-shit, nuk kemi ndryshuar sistem juridik. Pra, ligjet e zogut, ligjet e Enverit dhe ligjet aktuale, pothuajse janë ndryshuar për shkak të ngjarjeve politike që kanë ndryshuar rrjedhën dhe në fund fare kanë normuar në parlament. Parlamenti është i njëjtë, po thjesht ka ndryshuar sistemi politik dhe i Republika jo nga Republikë Socialiste Popullore u bë një republikë parlamentare. Por, ajo që ne duhet kuptojmë është që zoti Rama, pasi pa që rrethi i tij i ngushtë u përfshin në shumë afera të ndryshme, tani pas shpinës së zotit Rama ose në dijenit të zotit Rama, kjo mbetet për tu parë. Por ajo që unë shikoj është që zoti Rama është kujtuar shumë me vonesë për sa i përket pjesës së masës sigurisë arrest në burg. Pse? Sepse në rastin e zotit Berisha, zoti Rama ishte ai që lavdronte zotin Dumani, në rastin e zotit Meta ishte ai që lavdronte zotin Dumani, në raste të ndryshme ai ishte ai që thoshte që Partia Socialiste po paguan kostoa të mëdha, përfshi këtu edhe zotin Veliaj, zotin Beqaj dhe të funksionarë të tjerë të Partisë Socialiste. Pra, ajo që kuptuam ne para dhjetorit të 2025 kur drejtonte Spaku zoti Dumani ishte shumë mirë para burgimit dhe s'kishte më pse ne të merrim me një prokurori të pavarur dhe një gjykatë të pavarur, ashtu si zoti Rama e citonte vazhdimisht, pavarësisht se çfarë kishte në mendjen e tij sekrete zoti Rama. Prandaj, videot e prokurorit nuk thënë asgjë. Ajo që unë mendoj është kjo, zoti Rama tani e kuptoi që Republika parlamentare është shndruar si një republikë prokurorësh dhe ky është në dëm të sistemit demokratik të vendit, sepse në rast se ti kërkon të aspirosh në Bashkimin Evropian, nuk mundesh të kesh prokurorit mbi gjykatat. Duhet patjetër që ti të vendosësh një rend, një politikë penale, të cilët është e normuar në parlament, sepse një prokuror kur vendos për diçka dhe bën kërkesë gjykatës, e bën sipas kodit procedurial penal dhe kodit material penal. Pra, do thotë që ne duhet kemi parasysh që zoti Rama erdhi në arritjen që duhet kishte ardhur, pra ne kemi folur në portale, unë kam folur në portale për prezumimin e pafajësisë dhe vazhdimisht e flas në çdo vend që dal në publik. Zoti Rama flet pasi ka ndodhur ngjarje rreth oborrit të tij. Kjo nuk tregon që drejtësia është e pavarur dhe në të vërtetë zoti Rama ka investuar për një drejtësi të pavarur. Jo, po kjo është tregues i qartë që zoti Rama kërkonte një drejtësi selektive dhe kur atëherë ajo drejtësi selektive i pëlqeu vetja, është si puna e Shkodran dhe ty vetja në qef, është momenti që kemi arritur te Spaku dhe në këtë prizëm, në këtë situatë që ne flasim, zoti Rama në një moment të dytë vjen edhe ndërhyn duke thënë që paraburgimi është gjëja më ekstreme që mund ndodhi, vendime të parsyetuara. Po është e vërtetë, gjykata e lartë është bërë gjykatë notariale, gjykata e apelit gjykatë notariale, gjykata e shkallës parë, gjykatë notariale të prokurorit. Por a jemi të rregull ne? Si shoqëri jemi gati për të shkuar në Bashkimin Evropian? Bashkimi Evropian nuk kupton shtetin e së drejtës, nuk e kupton shtetin në aspektin material në të asaj që themi statistikor që vendos shifra dhe në fund fare nuk më intereson jeta e njerëzve. Pra, zoti Rama në një moment të caktuar kuptoi që prokurorëve të Spagut i paska hyrë vetja në qef. Po tani, a është gati zoti Rama të bie ndesh me ato çfarë ka thonë para 2025 në dhjetor? Në rastin e faktit të asaj që ne themi gjithmonë koherencë, zoti Rama nuk ka koherencë, të jemi realist. Prandaj duhet të parashtrohet të qytetarët. Koherenca e zotit Rama është ende në fuqi. Jo. Po koherenca ime po është, sepse unë kam thënë gjithmonë që Spaku krijon statistika dhe fjalia afërmendësh është pikrisht kjo. Vendime të parsyetuar të gjykatave duke izoluar njerëzit me cilësinë afërmendësh vendosin gjykatat sipas interesit të prokurorisë. Kjo nuk quhet shteti së drejtës. Avokat, pse s'kemi ende një vendim nga Këshilli i Mandateve lidhur me kërkesën e Spakut për imunitetin e Belinda Ballukut? Këtu është edhe një fakt tjetër të cilët ne duhet ta diskutojmë.
Pse zoti Rama trembet me Këshillin e mandateve dhe imuniteteve dhe rregullorëve të parlamentit lidhur me dhënien e autorizimit apo jo? Sepse vendimi i gjykatës kushtetuese nuk ka fare lidhje me rastin e heqjes apo jo të imunitetit të zonjës Balluku. Pra, gjykata kushtetuese është gjë tjetër, ndërsa kërkesa e autorizimit është gjë tjetër. Dhe tani lind pyetja, por kërkoj që ne së bashku të përpunojmë mesazhin e zvarritjes dhe shtyrjes së seancës së komisionit për autorizim. Pyetja parë që shtrohet është kjo. Pse prokurori vajti dhe kërkoi pezullim nga detyrat të zonjës Balluku, duke ndërhyrë te politikbërja, dhe pasi pa reagimin e qeverisë, duke i drejtuar gjykatës kushtetuese, prokurori shpik iden që këtu kemi prishjen e provave dhe unë duhet të arrestoj personin. Përse prokurori vajti edhe bëri kërkesë ose më mirë e njoftoi personin për akuzën dhe e mori të pandehur para datës 30 ose mos gaboj 30 tetor dhe nuk i caktoi detyrim paraqitjes zonjës Balluku, ashtu si prokuroria e ka praktik, pavarësisht se unë them edhe me detyrim paraqitje pa kaluar në parlament shkel kushtetutën dhe ligjin për sa i përket imunitetit. Pra, në të dyja, ose më mirë më lejon të them në të gjitha rastet, çfarë ndodh? Prokuroria ka bërë politik. Por lejohet një prokurori kur pas ka fakte tronditse për zonjën Balluku të bëj politik dhe të pres komisionin e mandateve. Pra edhe në këtë rast zoti Rama është jo koherent, sepse zoti Rama ka thonë Partia Socialiste dhe qeveria dhe unë nuk bëjmë avokatin e asnjë person të përfshirë apo të hetuar, pra duke cenuar prezumimin e pafajësisë. Pra, duke e marrë si një fakt konkret, politiko-juridik, sepse unë jam i mendimit që çdo gjë që normohet në parlament është politik, se nuk është thjesht një normim të ligjit sepse kështu mendoj unë, sepse edhe vetë mënyra e fabrikimit të ligjeve dhe propozimit të tyre vjen o nga një deputet i Partisë Socialiste, o nga një deputet i opozitës, o nga një iniciativë që bën Këshilli i Ministrave që vjen përmes Partisë Socialiste që qeveris vendin nga 2013 në vazhdim. Pra, nuk mundet sot ky komision i mandateve të mos japi një përgjigje të qartë të prokurorisë që vetë është krenuar. Sepse jemi në kontradiktet të vazhdueshëm. Jemi në një situatë që Partia Socialiste dhe zoti Rama nuk din çfarë po bën dhe nuk e din në cilën situatë janë. Pse nuk e din? Sepse kjo quhet një pengmarrje. Pra, o ti ke marrë në pengmarrje parlamentin, o ti ke marrë në pengmarrje sistemin e drejtësisë, shikoj gjykatë kushtetuese që punon, o ti ke marrë në pengmarrje në aspektin të përgjithshëm, por në mënyrë indirekte prokurorin, sepse prokuroria duhet të bëj edhe një show që të tregoj që shiko, unë po futem thellë dhe po bëj goditjen e radhës, që të justifikohen arrestimet e Veliajt, Berishës, Metës, procedimi i Ahmetajt, procedimi i Beqajt, procedimi i këtij si ka emrin rastit inceneratorsve të 5D, se janë shumë me radhë, tani hajde të marrim gjithë me radhë, pra të justifikoj që shiko, po goditem edhe unë se janë goditur edhe këta. Pra, këtu jemi në një situatë pengmarrje ku kush cenohet? Interesi publik, po kush në të njëjtën kohë cenohet në aspektin e qartësisë politike që të kuptoj? Qytetari i thjesht, sepse ai tani është në një situatë që nuk beson as spakun, po as vetë qeverinë. Sepse vetë qeveria dhe zoti Rama thot, unë nuk e pengoj drejtësi, ku ndërkohë shumica parlamentare është Partia Socialiste. Pra vetë Partia Socialiste ka penguar vetë reformën e saj. Pra, pse duhet të jetë në një pengmarrje komisioni parlamentar për imunitetit dhe pse duhet të jetë i heshtur kryetari i ri i spakut duke mos bërë procedime të tjera në ngarkim të personave të tjerë të proceduar, ose më mirë
të hetuar dhe në fund fare sot nuk kemi asnjë reagim. Do më thuash do të kesh në të ardhmen, patjetër do të kesh, se zvarit, s'ke ku ta çosh më. Do të dalësh një konkluzion. Por ne duhet të themi qytetarëve të vërtetën. Çfarë? Thjesht vetëm studioni këto dy fakte. Nuk bëhem avokati askujt në Partinë Socialiste dhe reforma në drejtësi është përpara dhe ne nuk duhet ta pengojmë. Këtë e ka thënë zoti Rama, nuk e them unë. Po ti duke marrë referencë rastin e komisionit të mandateve që akoma nuk ka dalë me një vendimarrje për zonjën Balluku, nuk kupton qartësisht që kemi të bëjmë me një pengmarrje. Zoti Shlima ka pasur një deklaratë të avokatit të popullit ku ka theksuar se do të monitorojë nga afër protestën e Adriatik Lapet. Por ajo çfarë të bie në dyshim është fakti se nuk ka pasur asnjë reagim lidhur me protestën e opozitës, ku në fakt kishte edhe ndoshta, po themi, objekt të dhunës nga ana e policisë ndaj protestuesve ose edhe, po themi, te kalim kompetencash ose te kalim dhune. Pra, pse nuk kishte një monitorim të protestës së opozitës dhe njoftohet se do ketë Adriatik Lapet, a mos po vazhdojt ende ai konflikti i vjetër, edhe pse zoti Shabani tashmë është avokat populli? Nderuar, më lejoni të ritheksoj përsëri qëndrimin tim të mëparshëm lidhur me zotin Lapaj dhe zotin Shabanin para 11 maj, që po te ju e kam artikuluar që këtu kemi të bëjmë me një koncert të organizuar, jo të mirëmenduar, po jo të organizuar në aspektin politik, por të organizuar në aspektin dhe interesin privat. Ju duhet të shikoni se si politikanët e ri sot janë bërë politikanë të cilët vetë ata kanë thënë që nuk duan t'i shikojnë me sy. Çfarë do të thotë kjo? Zotin Berisha, zotin Rama dhe zotin Meta. Po të dy këta individ të cilët donin të ishin pjesë të politikbërjes, kanë bërë pakte dhe gabime fatale, të cilët i japin politikës së re goditje fatale për mos të ardhur asnjë politikan i ri për të bërë një parti të re politike, për shkak se në momentin e parë do paragjykohet dhe do jepet shembulli Lapaj Shabani. Avokati i popullit, edhe sikur të monitoroj një protest ose sikur të asistoj me një raport, raporti i tij është thjesht një raport opinioni, konstatimi, i referohet organeve kompetente, por nuk ka atribute të ndjekjes penale vetë si institucion. Por ajo që duhet kuptojnë qytetarët është kjo, që zoti Lapaj dhe zoti Shabani çfarë janë? Janë politikanë të cilët akuzonin zotin Berisha, zotin Rama dhe zotin Meta për nepotizëm në partinë e tyre, për korrupsion të madh dhe në fund fare u provua që po të dy këta individ, zoti Lapaj dhe zoti Shabani, mashtruan qytetarët shqiptar në 11 maj me listën e famshme familjare, duke u grindur në muajin gusht për marrjen e mandatit të deputetit. Dhe po ashtu u faktua përveç kësaj se zoti Shabani me votat e deputetëve të Partisë Demokratike u listua si një kandidat për avokatin e popullit dhe u votua nga shumica parlamentare e Partisë Socialiste për të marrë detyrën e avokat të popullit. Pra, po kjo nuk quhet pazar, si mundet ma përshkruani ju pazarin me fjalë të tjera? Pra, quhet shitblerje? Quhet mashtrim që ne ju kemi mashtruar në 11 maj, se ne jemi më të mirë se ata që ne akuzonim, ku ndërkohë të dy
u përfshin dhe do përfshihet dhe zoti Lapaj në mënyrë indirekte me këshillin politik që u hap tani një serenat tjetër për të bashkuar zotin Lapaj në Partinë Demokratike. Pra, ajo që unë citoj të kjo janë vetëm këto dy fakte, mos u merrni a do të merret apo jo. Edhe sikur të dalim me një raport, ai raport është thjesht të konstatimit të shkeljeve. Por ajo që unë dua të them tek ju dhe tek qytetarët është kjo, që zoti Lapaj dhe zoti Shabani para 11 majit duhet kishin thënë të vërtetën. Ne zotri do bëjmë pakt me partitë e vjetra politike. Ne zotri do bëjmë pakt me Edi Ramën, Sali Berishën, Ilir Metën. Po jo duke akuzuar Sali Berishën, Ilir Metën dhe Edi Ramën ashtu siç ata e akuzonin. Dhe sot zoti Lapaj do përplaset me detyrim, pra është me detyrim kjo, për shkak të rrethanave, me Partinë Demokratike. Tani është në krye zoti Berisha apo nuk e di, po do përplaset. Pse? Se i bashkon çfarë? Qëllimi, rrezimi i Ramës dhe pushteti. Por nga ana tjetër, duhet faktojmë tek opinioni publik që zoti Shabani u shpërblye si një politikan i ri nga politika e vjetër për të qenë drejtuesi avokat të popullit. Thjesht, kjo nuk ka nevojë a do ta mbrojë opozitën apo jo. Nuk ka lidhje fare. Po thjesht qytetarët duhet kuptojnë që 11 maj tregoi qartazi që në institucione kushtetuese dhe në çdo institucion tjetër dhe në politikbërjen e Shqipërisë, partitë e reja politike dhe figurat e reja politike nuk japin rezultatin e pritshëm për ndryshimin dhe rotacionin politik, sepse këto dy fakte na treguan qartazi që individët thjesht aktruan në 11 maj. Pra nuk treguan të vërtetën dhe në fund fare u faktua dhe u provua që ishte një marrëveshje. Dhe pas 11 majit e kam deklaruar dhe po e deklaroj, në politikbërjen e Republikës Shqipërisë, duke marrë të mirëqen rezultatin zgjedhor, në politikë dhe në institucione kushtetuese, futesh përmes zyrës së Partisë Socialiste, zyrës së Partisë Demokratike, zyrës së Partisë së Lirisë, zyrave të tjera që kanë të bëjnë me politikën e vjetër, sepse pikërisht ne, si shoqëri në 11 maj, mesazhin e dhëmë të qartë. Partia Socialiste, Partia Demokratike, Partia e Lirisë dhe partitë të tjera politike. Zoti Zhlima, faleminderit shumë për intervistën. Edhe unë për ftesën.